ty Saliani. Si fillim pyetja që unë bëra që është edhe tema në fakt që kemi afishuar, raporti doli se ç'është justifikoheshin demokratët. Presim raportin, pastaj analiza, do ndodh analiza, ka ndonjë shenjë ende nga Studia Blu? Shko s'pari një raporti i pritshëm por që doli, raporti përfundimtar, nuk kishte një diferencë nga raporti para prag dhe praktikisht zgjedhje nuk ka pas. Pra për mbledhas, shteti që duhet jetë garanti për të siguruar mes partive politike, por edhe institucionet e shtetit që duhet të jenë garant për të qenë dhe për të garantuar zgjedhje të barabartë, të lira, të barabarta dhe të ndershme, siç e thot kushtetuta, nuk ka qenë i tillë, sepse ka qenë shteti i bërnjesh me partinë dhe zgjedhje nuk ka pas siç e parashikon kushtetuta. Për mua jo, dhe buron dhe e kam thënë dhe po e them prapë që pushteti që buron nga një institucion që ka dalë nga deformimi i vullnetit të votuesve është i legjitim dhe për këtë opozita e kam kërkuar dhe e kërkoj kudo edhe këtu te ju që duhet të organizojë protesta të forta për të kontestuar atë që është rezultati pa drejtë. Kemi pas rezultat për erë. Domethënë opozita, Partia Demokratike nuk është sjellë mirë me protestat, por protestat kanë sjellë rezultat. Në 2017 me 20 ditë çadër u larguan 6 ministrat më të rëndësishëm. Mbas 90 ditësh çadër u detyrua Edi Rama që të ulej në tryez dhe të lëshonte më shumë se gjysmën e qeverisë. Vazhdimin mos e thuaj. Takon Partisë Demokratike, po këtë po them, ka keq përdorur Partia Demokratike protesta drejtuesit e Partisë Demokratike, më saktë për mos bërë asnjë përjashtim. Në çdo rast protestat e 2019-s kanë qenë protesta të jashtëzakonshme, ka qenë shuarje po nga ana e leadershipit në atë kohë kryetarit të partisë për tu trequr për shkak të eci merr vesh tani se nuk dua të kthehem në të shkuar, kështu që unë mendoj që protestat janë forma dur për të reaguar ndaj një padrejtësie së pari. Së dyti, për të ardhur tek pyetja, se besoj atë ka kuriozitet më të madh, unë mendoj që ka ardhur koha që mos diskutojmë për një term i cili është pak si bolshevikët dhe sovjetik, analiza, diskutimet që vjen kryesisht me vendime. Pra, ka hyrë ky term edhe në Partinë Demokratike që analiza, nuk ka njeri në Shqipëri, Partinë Demokratike, jo se çfarë duhet bërë për të pasur kështu. Po, patjetër jam realist. Unë mendoj që duhet të ketë vendime për qytetarët, demokratët, po pa diskutim që edhe shqiptarët, po sidomos demokratët, përderisa flasim për Partinë Demokratike dhe aksionerët janë demokratët, duhet të ketë vendime të qarta që bëjnë mundur atë që sipas me transformim, reformim, ripërtëritje. Pra nuk ka dhe me këtë kuptoj një qasje tjetër në komunikimin publik, një qasje tjetër. Ja po ja them se a më pyetët se çfarë mendoj. Mendoj që duhet gjetur një mënyrë për të bërë gjithë demokratët bashkë dhe pasi të bëhet bashkë, duhet të jenë shpejta vendimarrjet, duhet që Partia Demokratike të hapet përtej më shumë se sa vetja. E tregoi ky rasti kandidatëve, po themi, të propozuar që kishte një uri në publik për kandidatë që po themi që i kishin marrë certifikimin nga profesionet e tyre përtej, po themi, përkatësive partijake. Kështu që Partia Demokratike, dhe më qenë se më pyetët i takon zotit Berisha që është kryetari i Partisë Demokratike, që të gjejë zgjidhjen e dur që Partia Demokratike të jetë pa diskutim, jo fituese, po të bëjë mundur rrëzimin e qeverisë. Dy mënyra ka, prandaj e thash të parën. Dy mënyra ka se si rrëzohet. Se besoni që kjo mund të ndodhë. Shko, unë them që ka jo, unë besoj edhe unë nga fitu ku kam qenë, po dy mënyra ka se si rrëzohet qeveria. Ose Kjo sakrifizat më të mëdha, nuk po i hyn kafshit personal, ë? Për shkak se fitoi apo se më izoluan, po kjo është një diskutim që ka të bëjë me autokracitë, por nuk kemi kushte demokracie. Unë po them që në politikë dhe në Shqipëri ka dy rrugë se si rrëzohet qeveria. O me protesta masive dhe paralizohet jeta. Masive do thotë që do të ndjekin qytetarët në masë. Po patjetër, këtë po them. Po pra, është kjo, e keni këtu? Po. Tani këtë ta provojmë, nëse nuk e kemi këtë, do të thotë që kemi edhe ne probleme, apo? Okej. E dyta është që të krijohet një masë kritike votuesish që te i kalon deformimin e vullnetit zgjedhësor. Pra ne të marrim vota më shumë se sa vjedhja, po e them.
po themi në gjuhë popullore, më shumë se sa vjedhja e zgjedhjeve. Ne të marrim vota më shumë se sa aq. Të dyja këto kërkojnë që Partia Demokratike të jetë më e madhe se ç'është, të përfshi edhe njerëz të cilët apo individ apo personalitete politike që po themi nuk kanë mendime të njëjta apo nuk e pëlqejnë njëri tjetrin. Dhe në këtë kuptim se nuk i shmangen pyetjes, edhe zoti Berisha duhet të gjejë gjithë mekanizmat se si ta bëjë. Pra nuk mund të përjashtohet zoti Berisha nga kjo po themi situatë, sepse është simbol në atë parti për shkak të asaj që përfaqëson. Pra duhet të gjejë zgjidhjen, po e them kështu. Besoj e thash qartë, apo duhet gjejë zgjidhjen që Partia Demokratike të jetë po i takon zotit Berisha që të gjejë zgjidhjen. Jemi të vonuar, me thënë drejtën, por nuk mendoj që një proces duhet pengojë një proces tjetër, se për herë ndodhin gjëra, tani ka ndodhur zgjedhje pjesëme lokale. Do jenë zgjedhjet, mund të jenë zgjedhjet për Tiranën muajin tjetër mund ndodh gjë tjetër, muajin tjetër për një sprovë do të bëj. Kështu që ne duhet të ecim paralelisht dhe nuk na pengon asgjë. Në mendimin tim, unë mendimin tim them edhe të njerëzve që përfaqësoj dhe që mendoj që mund të jetë më e durra për Partinë Demokratike, mendoj që duhet të ecim me hapa shumë të shpejt sepse zgjedhjet e tjera erdhën. Pra, ose duhet protesta që nëse nuk ka frymëzim apo nëse qytetarët nuk shkunden nga pakënaqësia, besoj që është masive dhe ndihet gjithandej ndaj qeverisë. Nëse ne nuk jemi të aftë që ta ndezim, po themi, që të krijojmë gjithë kushtet e duhura që të jemi në udhëheqje të protestave që do t'i sjellin po themi shkurtimin e ditëve të qeverisë, po e them kështu, atëherë kemi edhe ne problemet tona. Dhe unë nuk po them që nuk kemi probleme, që të jemi të qartë. Mirë, se kjo fjalia është bërë dili nga situata me këtë, jo se kam në Nuk besoj se i thon në përgjithësi unë flas troç. Edhe po them prap troç, nuk besoj se i thot njëri këto që të kam thënë, por nëse i thon është shumë mirë, unë besoj që duhen thënë. Sepse këto i shërbejnë në fund këto i shërbejnë, po themi, opozitës dhe opozita përtej, po themi, vetvetes, që për demokratët qëllimi është që të vinë pushtet që idetë e tyre të promovohen etj. Opozita është instrument i rëndësishëm i shoqërisë për të pasur qeverisje më të mirë përveç se të ketë qeveri. Ja, se si thua më troç ato vendime. Të ki parasysh diçka, Ervini Kajtmir, përveç se është fitues të Partia Demokratike, që është kapitali i tij politik, Ervini të le dhe t'i thuash, se për shembull Flamuri nuk les, Flamuri nuk do na linte as t'i thonim këto që kemi për thënë që janë të vërteta. Je me Flogertin, kam problem. Okej, jo, ky se ka problem me askënd. Jo, realisht sepse ka shumë që edhe kanë probleme. E di, sepse duan të bëjnë atë agjendën e tyre. Jo, dëgjoj, un jam dakord me Ervinin në qoftë se ka një justifikim që ka përdorur Edi Rama kur ka humbur në 2009, në 2011. E ka përdorur Basha 15, 17, 19, 21, ku diun sa herë ka pas zgjedhje. Edhe doktori tani është analiza. Analiza është pretekst për të ndërtuar një narrativ që na vodhi. Dhe asnjëherë nuk merren vendime. Pra me vendime unë nënkuptoj, Vini ndoshta nuk e thot, përgjegjësi. Njerëzit duhet të mbajnë Po pra, duhet të mbajnë përgjegjësi. Tani vendimi i parë që duhet bërë është një vendim i cili përpasoj duhet sjellë bashkimin e gjithë spektrit tyre. Pra, Dash Shehi, Ali Beaj, ky Agron Shehaj, çfarë janë këta Adriatik Lapra, të gjithë me radhë, me përjashtim të Qorit, që nuk lëviz ai nga Istikami dhe shumë mirë bën, duhet bën bashkë. Kush i pengon këta të përbashkohen? Është vetëm një emër. Sali Berisha. Është vetëm një emër, pra. Po pra, tani përgjegjësia fillon këtu, që doktorit bëj një hap mbrapa. Jo të ka drejt Ervini, jo të largohet doktori, sepse do ishte çmenduri që t'i thoje, ku di unë, 300.000, 400.000, 200.000, s'ka rëndësi, po mbi 100.000 votave ikni, nuk fitohet pas Sali Berishën, por nuk bashkohesh me Sali Berishën. Dhe kjo tani, ky është ngërshi që kanë. Dhe në dorë e ka vetëm ai
vetëm ai, Berisha. vetë Berisha, sigurisht duke mos qenë rehat nga këta. Pra, në qoftë se Saljani dhe të tjerë do jenë siç janë shumica që na kanë vjedhur, është një fars, doktori është, ku diun, shpresa e Shqipërisë, se më the tash. Nuk janë sot aty. Po ema, e ka bër Albana Vokshi, e ka bër Flamur Noka, e ka bër Luan Baçi, e ka bër, ku diun, Gaz Bardhi po deshte. Pra, që ka kaluar aty liberin politik nga babait Zeni që kishte vrarë sipas Gazit në, pra, të gjitha këto kapërcime dhe të gjitha këto përgdhelje që i bën doktorit duke qëndruar poshtë, për mua janë shkatruese jo për vetëm për Partinë Demokratike, po për Shqipërinë. Jo, se ka edhe demokraci Dashnar Sula që e thot publikisht. Sa Po, Berisha aty unë nuk shkoj. jo pra, jo. Po, Se për të se kanë Dashi, demokraci, jo pra, jo, se Dashi ka i problem. Që? Trim Shtrëmbër flasin drejt. Që? Pse nuk e tha Dashi përpara se të ikte nga vendi i sigurt i deputetit, por e tha pasi. Se këtu është problemi. Këtë e lidh qëndrimi. Jo, po qëndrimin jo, në momentin që qëndrimi yt varet nga interesi yt personal, nuk është parimor më. Ta bënte Dashi kur ishte për të bërë. Po ka një kështu Ha? se ndjes në Jo, po, s'ka problem. Duke qenë se flitet Bashkëbisedime bëjmë. Duke qenë se flitet për kolegë dhe kështu, pa diskutim që qasja e gjithë secilit është e ndryshme në publik dhe Patjetër. takon, po themi, leadershipit partisë që të zbusë dhe të gjejë mekanizmat për gjithë. Rasti i Dashit që, po themi, përtej njohjes edhe miqësisë, ka një problem sepse Dashi u votu. Pra, Dashi dhe disa Eksakt, tjetër, dhe po. disa kolegë të tjerë kanë Po. një lloj, po themi, legitimiteti Legitimiteti. për folur për shkak Eksakt. se nuk u larguan nga vota. Po. Dhe një prej gabimeve të Partisë Demokratike, se unë kam bërë agimin edhe nga burgu me letrën Mhm. në atë periudhë, ka qenë edhe kompozimi i listave. Po e quaj kështu. Po, Apo je i përbërja saktë. e listave të Nga Tirana, Durrës, në Elbasan e kështu me radhë. Kështu që shiko, faj nuk Prit pra, prit. prandaj se vi Pse iku Dash? Se si ikën tjerë? Diçka për Flamurin edhe për kolegë tjerë. Ka kolegë se Jo, unë i që respektoj mendojnë Ervin, ndryshe. fal, ata atë besojnë, ë? Ka kolegë që mendojnë ndryshe, unë përballem. Pra nuk ka, Shumë unë mirë, mendoj që nga fjala çado që Gjë nuk gjen. thuhet, Nuk gjen gjë pra. duhet përballur, Po, po. madje është argument kundër argument dhe kjo është për të bindë qytetarët. Po pra, nuk mund të kemë tani më fal, tani aty, në këtë kuptim kam këtë gjë. Siç mendon ndryshe Dashi, Mendon ndryshe. Një arsye tjetër Flamuri, mendon një gjë tjetër se po marrim emra Po, jo më s'ka. Tani në këtë kuptim, këtu duhet gjetë mekanizmi për t'i bërë që të gjithë bashkë. Se meqense përmendët A mund ta ka shumë emra dhe shumë profile në Partinë Demokratike që nuk i është dhënë as mundësia, po ndërkohë. Dëgjoj, Ervin, se ne kemi studiuar dek ndryshme të njëjtën shkollë. Ne kemi studiuar dek të ndryshme të njëjtën shkollë. Do të bëjmë një profil të politikanit nga ana e PR-it dhe nga ana për të shkuar përtej Partisë Demokratike, si do i duhej nëse mua do më eksakt. Pra, Partia Demokratike sot, si çdo opozit, ka nevojë për një njeri i cili e para karikon lokomotivën, pra shtyllën kurrizore të partisë, dhe e dyta mandej tenton të kaloj përtej, edhe të jetë një gjeneratë e re. Tani që Trim Shtrëmbër të flasim drejt. Doktorit, Ramës, Metës janë që nga 90-ta këtu. Ka ardhur momenti për një gjeneratë tjetër. Nuk po flas për gjeneratën Z, 97-2012-ës, por po flas për për ata të viteve 79-80, pa. Tani, këtu, hajde i marrim gjithë me radhë. Dhe po hynë Partinë Demokratike. Nuk doja ta bëja këtë bisedë se e kam Ervinin përballë, por do e bëj. Edhe uroj të mos ma marrë as si ngacmim ose si spin. Kush është i vetmi njeri në Partinë Demokratike që për një kaos të Partisë Demokratike, për luftën politike, ka marrë koston maksimal. Ervin Saljani. Ka bërë burg, më shumë se ose do e varnin, po ajo pastaj nuk do ishte më këtu, larg qoftë, e kupton? Pra, e para, sakrificën për ata e ka bërë maksimum. Sigurisht më, ky kur e ka bërë atë sakrificë, e ka bërë duke menduar që po të vinte benefiti do ishte po ashtu maksimal, ë? Se ne shinim si ministër brendshëm këtë deri në 2017 kur ishin zgjedhjet. Jo, realisht,
në kuptimin që ishte si Tahiri dikur, në kuptimin e denoncimeve dhe të betejës. Ishte brezi i parë. Pra këtë kriter Ervini e plotëson. Kriteri i dytë, duhet jetë fitues. Është çmenduri që të mendosh që mund të kesh një lider që nuk është fitues në garat e tij politike. Do të jesh fitues më patjetër. E plotëson, po jo e plotëson, po është i vetmi. Po është i vetmi në zgjedhjet e fundit, vetëm ky ka fituar i bashki. 5-6 fituan ata, e dyta, e treta përfaqëson një gjenerat, unë njoh disa në Partinë Demokratike, po përmend vetëm një emër se kam një lloj raporti miqësor dhe nuk do ma marri për Ina Zhupa. Pra, është një gjenerat aty, demokratësh të rinj, të mirë arsimuar, të artikuluar, që dinë të bëjnë betejë publike, që dinë të bëjnë të ngrejnë kauza e kështu me radhë, të cilët po t'i thuash nesër që s'kan patur kur pushtet, po t'i thuash nesër Gon Shehajt, Adriatik Lapajt, Endri Shabanit, gjithë tyre që janë kundër Edi Ramës, me shumë gjaz do vinë dhe do bashkohen me Ervinin, me Ina Zhupën, me tjetrin, sepse nuk kanë asnjë argument që të mos vinë. Në të kundërt, ata do humbasin votat e tyre dhe do dalin kundër narrativës tyre. Tani, ajo që nuk po ndodh, ndoshta po ndodh por ne nuk e dim, është që kjo gjenerat, ky grup njerëzish dhe interesash në kuptimin e demokratëve, duhet që në një farë mënyrë të bëjë një presion pozitiv, jo t'i shpallin luftë Sali Berishës dhe të krijojë një fraksion tjetër se do ishte fatale për Partinë Demokratike, por t'i bëjë një lloj presioni që ai të gjejë atë zgjidhjen që thotë Ervini. Se Ervini e di zgjidhjen. Dhe shi që ndodh. Mua më duket sikur po ndodh në një farë mënyrë. Unë kam bërë dje, unë i kam hyrë gjithë deputetëve të Partisë Demokratike, i kam parë rrjetet sociale. Janë bosh. Ky bën të takime si Ogerta Manastirliu. Tani unë e kam pyetje, më fal, për çfarë i bëni ato takimet me qytetarët dhe me bazën e partisë, sepse nuk e bën asnjë. 53 deputet, nuk e ke verifikuar se s'ka rënë mendja, po ti shohësh asnjë postim. Maksimumi i bien Dumanit ose Ramës edhe kaq. Kjo për ty do të thotë? Kjo për mua do të thotë që se çfarë nuk e di, por brenda Partisë Demokratike një lloj fryme e re dhe një lloj organizimi i ri po ndodh. Jo kundër Sali Berishës, por si për t'i paraprirë ose si për të qenë gati për ndonjë zhvillim që ne akoma nuk e dim. Dhe këtë gjën unë e kam vënë re, e kam përballë fatmirësisht tek Saliani. Tani pse i bën këto vetëm Saliani dhe mos më thuaj që i bëjnë tjerë se i kam kontrolluar, këtë duat ma sqaroj Saliani tani. Çfarë po ndodh? Kjo s'pari një ka bërë takime për shkak të edhe të kushteve, por kam qenë izoluar dhe po takoj njerëz. Tani.